Okej, vira i më martoi dhe 2 djemë të tjerë me nuset që gjeti ajo, siç i donte ajo, siç i dëshironte ajo. Ishin nuse pakistaneze nga familje të mira, doktoresha, dhe si përfundimisht mirë vazhdojnë me atë nuset, i pëlqen, i do, e duan ndoshta. Po si përfundimisht, si thoni se kush është e preferuara e saja? Ato që zgjodhi ajo që mendonin se do ishin idealet, që ishin pakistaneze, apo unë që më refuzoj 3 herë? Si mendoni? Si është përgjigjja juaj? Dihet që ato e zgjodhi vetë apo jo? Jo, të dashur njerëz, nuk është ajo fare. Në fakt, e preferuara e saj jam unë, edhe që në fillim nuk më donte. Më pranoi, po më pranoi nga keqja. Dhe tani më do shumë. Që do më biri mamit? Uj? Më pranoi nga keqja, tani më do shumë. Dhe biles ka vendosur që do të jetoj me ne. Dhe unë prandaj doja ndihmën tuaj, të më thoshni se në këtë situatë, si do vepronit? A do i mbanit prindit e burrit apo jo? Unë prap do i mbaj, sepse burri im është këtu nga ata prindër, unë i dua shumë. Sidomos babain e burrit, është një njeri shkëlqyer, po dhe maman e tij. Ata kanë vendosur të jetoj me ne. Dhe unë jam e lumtur sepse gjithmonë prindrit janë bekim. Por kjo është historia ime. Si përfundimisht, unë e refuzuara dola e preferuara. Si mendoni se do silleshit ju në këtë mënyrë nëse Vjera do kishte refuzuar? Dhe do thoshte gjithmonë që unë e dua nusen kështu, e dua nusen ashtu, do shikoni se si do jenë nuset e mia. Dhe më në fund, kur i gjen nuset dhe i sjell në shtëpi, mendon se nuk mund të hapesh me to siç hapesh me nusen që ishte jo e preferuara. Lini komentet tuaja çfarë mendoni. Paqim. Zaid, se paqim, momo, paqim. Paqim, se paqim.